Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi për te mjekësisë. Teleshikues të nderuar, miq të emisionit Med Plus, mi mbrëma dhe mirë se erdhët në emision. Sot e kam ta quaj një privilegj dhe një rast shumë të veçantë që emisionin mi zhvillu me një klinikë të re, klinikë gastroenterologjike, e cila po se ka fillu ose po se do të fillon me punë. Bëhet fjalë për një klinikë e cila është hapur nga një doktor i cili është doktor nga Gjakova, doktor Ideal Jaka, gastroenterolog i cili do të prezanton veten më mirë se sa unë, po prapse për konkretsinë të them se është një mjek i cili ka punuar shëndetin primar, në kujdesin primar të Gjakovës, mandej ka specializuar në gastroenterologjinë në Prishtinë dhe mandej ka emigruar përkohësisht në Gjermani dhe atje e ka bërë një emër shumë të mirë që na bën ndihem kënaqur gjithë ne. Atëherë, mirëmbrëma doktor dhe mirë se erdhët në emisionin Med Plus. Faleminderit doktor, faleminderit për prezantimin. Jetën ku ju dëshiroj mirëseardhje në ambientet e klinikës tonë. Siç e tha dhe ti, unë fakultetin e mjekësisë kam përfunduar në Prishtinë. Pas një kohë kam specializuar në mjekësi interne në qendrën klinike universitare të Prishtinës, fillimisht në mjekësi interne, pra pastaj edhe në gastroenterologji. Në vitin 2015 jam zhvendos në Gjermani me qëllim të avancimit në temë profesionale në fushën e gastroenterologjisë. Gjatë kësaj kohe atje më është dashur të nënshtrom edhe një herë provimit specialistik. Dhe aktualisht jam në një klinikë në Gjermaninë qendrore, në landin e Senit, aty kam pozitën e kryemjekut repartit internistik dhe gastroenterologjik. Doktor, ju e keni vendos që bashkë me familje më kthy në Kosovë, në Gjakovë konkretisht, këtu keni shtëpinë, përveç që keni edhe klinikën. Rast se sipas informatave unë që e kam, ose është rasti i parë ose ndër shumë të rrallë, që ndodhe kjo se zakonisht ne kemi shumë ankesa me drejt që mjekton për shkak edhe pa dëshirës tyre duhet të emigrojnë për arsye se janë sipas shënimeve të odës mjekëve të Kosovës vitin e kaluar 600 mjekë në Kosovë kanë qenë pa punë, mjekë të përgjithshëm, që është pa me të ardhe shumë keq, jo pak. Po edhe për ndëtëruar me gjetë rrugë të ndryshme edhe me emigru për me zhvillu ato idealet profesionale dhe jetësore që i kanë. Po ju, të ju ndodhe e kundërta. Na tregoni. Për mua ka qenë relativisht, domethënë, vendim jo dhe shumë i vështirë për faktin se momentin që kam dalë në Gjermani, domethënë qëllimi ka qenë që të kthehem. Domethënë nuk kam ikë atje që të qëndroj atje, por që të marr një rit, të zhvilloj domethënë të avancojmë domethënë në lëmin e gastroenterologjisë dhe pastaj këto një rit domethënë ti vihet sjellje këtu. Si vendim, domethënë, sidomos kur hyn aty edhe familja dhe fëmijët, domethënë nuk është pak më kompleks. Megjithatë, domethënë, kemi pasur mirë kuptim gjithë dhe besojmë që është e mirë domethënë për gjithë ne edhe po të njëjtën kohë domethënë që të jap kontributin tim përkatësisht dijen që kam fituar atje ta vënë në shërbim të njerëzve të këtij vendi. Domethënë kjo krijon kënaqësi të jashtëzakonshme, të veçantë domethënë nuk mund të përshkruhet, sepse atje kemi raste kur i kryjm gjitha, megjithatë domethënë gjithsesi për ne qëndrojnë si njerëz të huaj, domethënë nuk janë njerëz të gjakut ton, është krejt ndjenjë tjetër domethënë kur ke të bëj me njerëz të vendit tënd. Kjo ka qenë domethënë arsyeja dhe për këtë ndihem shumë mirë. Doktor, e më pajtona plotësisht, janë disa mjekë, jo të gjithë, po janë disa mjekë për cilët kolegët e ju më të vjetër përfshirje dhe
edhe mua se kur kanë emigru, e kemi një vetën keq. Kemi një vetën keq se pse është desht me ndodhë kjo, edhe kemi një vetën keq në radhë, por sepse kemi mendu dhe akoma mendojmë se ata me të vërtet. Janë shumë të mirë në radhë por si njerëz, edhe mendoj si profesionist, po për na vje mirë që në rastin juna edhe kemi gabu, që kemi mendu që s'keni më kthy, edhe shumë mirë që mjekët gabojnë në çdo raste. Doktor, e përmendën që ju një gastroenterolog, na tregon pak çka do të thotë të jesh gastroenterolog. Cila është fushë veprimi juaj? Gastroenterologjia do më thonë është një degë mjekësisë interne, paraprakisht, e cila merret do më thonë me diagnostikimin e pastaj edhe me trajtimin e problematikave që lidhen me tubin tretës, do në tubin e sipër dhe të poshtëm tretës, dhe pastaj edhe problemet e melçisë, pankrasit dhe kështu me radhë. Si degë do më thonë kohët e fundit, sigurisht edhe shumë degë tjera do më thonë të mjekësisë ka shënuar hapa të rëndësishëm. Sot dhe fal ekzaminimeve endoskopike, do të thonë endoskopia mund ta them lirë se në 2 dekadat e fundit ka shënuar hapa shumë të rëndësishëm. Nuk jam duke folë për endoskopinë diagnostike, më shumë e kam do të thonë mendjen te endoskopia terapeutike. Sot mund të realizohen shumë procedura, do të thonë me rrugë endoskopike, pa pasur nevojë që të vjen shpejt, do të thonë dora kirurgë për të zgjidhur patologjitë të ndryshme, do të thonë traktit gastrointestinal. Që është lehtësi e madhe për pacientin. Patjetër, do të thonë pacienti në këto raste do të thonë nuk i nështrohet një ndërhyrje kirurgjikale, do të thonë siç është kryer në të kaluarën, mirë po me rrugë endoskopike pa dhembje mund të realizohen shumë procedura, do të thonë pa kurfar problemi. Do të thotë gjatë emisionit disa patjetër na do t'i përmendim. Patjetër. Me qenë se jemi te gastroskopia, na tregoni a duhet patjetër të bëhet gastroskopia vetëm kur ki ndonjë ankesë, apo rekomendohet edhe në raste të tjera? Gastroskopia si indikacion, do të thonë ka disa, do të thonë indikacione për realizimin e gastroskopisë. Kryesisht, do të thonë pacientët të cilët lajmërohen për gastroskopi janë ato të cilat kanë dhembje barku. Do të thonë dhembje të barku, dhembje të pasqëruara, të cilat kërkojnë do të thonë ekzaminim dhe evaluim atë me temë endoskopik. Sot nuk mund të mjaftohemi me një ekzaminim ultrasonografik ose me një paranaliza gjaku, mirë po do të thonë duhet shikojmë do të thonë edhe në brendi të organeve tona digestive, do të thonë praninë e patologjive të ndryshme, prandaj do të thonë në këto raste është e nevojshme. Tjetër gjë, do të thonë sigurisht jo vetëm gastroskopia, por edhe kolonoskopia, një prej indikacioneve kryesore është edhe humbja e peshës trupore. Çdo humbje e pavullnetshme e peshës trupore kërkon definitivisht një ekzaminim endoskopik për të përjashtuar të paktën patologjitë, në këtë rast mendoj në kanceret e lukthit apo të zorrës së trashë. Domethënë këto janë pak a shumë. Pastaj sikur se te gastroskopia, sepse këto domethënë gastroskopi dhe kolonoskopi nuk mund të ndahen domethënë kështu me thik, domethënë janë të ndërlidhura njëra me tjetrën. Çdo anemi për shembull, humbje gjaku kërkon një ekzaminim endoskopik. Çdo mungesë e teksuar e hekurit që përcillet domethënë me anemin, këtë rast domethënë kërkon ekzaminim endoskopik sepse nuk duhet mjaftohemi vetëm me diagnozën e një mungese të hekurit, mirë po duhet ta shikojmë domethënë nëse pacienti është duke humbur gjakun, këtë rast edhe hekurin domethënë nga trakti gastrointestinal. Këto janë pak a shumë domethënë disa prej indikacioneve të cilat përdoren domethënë në këtë rast. Tani kvaliteti i shërbimit i cili mirret motet edhe me komoditetin e pacientit, në besoj që pejtoj. Me qenë se është një metodë pak a shumë, lehtësisht invazive ta quaj, më tregoni diçka për procedurën. Disa pyetje lidhur me këtë, është procedura dhëmshme, sa zgjatet,
para përgatitja e këto gjanat cilat janë zakonisht? Gastroskopia si procedurë nuk kërkon ndonjë para përgatitje para prake. Domethënë te gastroskopia pacienti duhet të qëndrojë në ditën e ekzaminimit ESL. Ky është kushti para prak. Përjashto këtu rastet e gastroskopive akute. Sepse kemi edhe gastroskopi akute, pacienti vjen me gjakderdhje, me vjedhje gjaku, në ato raste nuk e kemi komoditetin, domethënë të presim dhe të pyesim nëse pacienti domethënë ka ngrënë ose jo, në ato raste duhet të bëhet ekzaminimi i detyrueshëm endoskopik, domethënë të përcaktohet burimi i gjakderdhjes dhe pastaj domethënë edhe ndalja e saj. Në raste të tjera, domethënë siç thash gastroskopia, domethënë kryesore është pacienti në ditën e ekzaminimit të qëndrojë esëll dhe të domethënë mund të realizohet pa kurfar problemi. Në qoftë se flasim për kolonoskopi. Doktor, deshta që pyes për pacientë të cilët morën ndonjë terapi tjetër, është ndonjë terapi e cila duhet ndërpritet para gastroskopisë apo nuk ndikon? Pyetje shumë e mirë. Sa i përket medikamenteve, 2 medikamente të paktën domethënë duhet pauzohen, edhe atë jo vetëm në ditën e ekzaminimit, po 2-3 ditë përpara, këto janë antikoagulust. Antikoagulust domethënë pacienti i cili do t'i nështrohet një ekzaminim endoskopik, 2-3 ditë më përpara duhet të ndërprej hullues të gjakut, për shkak se mund të shfaqet nevoja që ne të marrim biopsi, dhe në këtë rast nëse pacienti është në terapinë antikoaguluese, kjo paraqet kontraindikacion. Deri diku, domethënë futet këtu edhe aspirina. Aspirina mjaftohemi ditën e ekzaminimit të ndërpritet. Pastaj janë antidiabetikët. Domethënë pacientë këto barnat të cilat stimulojnë pankreasin prodhimin e insulinës, domethënë është mirë që në atë ditë të ekzaminimit domethënë të shmangen, të mos merren. Barna të tjera normalisht nuk është ndonjë problem i madh, domethënë me një glënk ujë mund të përdoren nuk paraqesin ndonjë problem, siç janë barnat për shembull për tension, shtypje të gjakut, barnat për funksionin e gjandrës tiroide, domethënë edhe barnat të tjera domethënë nuk paraqesin ndonjë problem të veçantë. Doktor, për procedurën në më shumë detaje ju na keni siguruar sot një ekskluzivitet me një pacient juaj i cili ka pranuar që të xhirohet gjatë kësaj procedure. Med Plus me doktor Hektor Binishi për te mjekësisë. Atëherë, doktor Ideal, ne kemi ardhur në kabinetin e endoskopisë ose gastroskopisë. Kisha pas dëshirë që për publikun tonë të ju sqaroni se si është ky aparat, si funksionon, edhe mandej t'ju falenderoj edhe mirëkuptimit pacientit juaj. Ju do ta bëni edhe një ekzaminim i cili do të jetë ekzaminim ekskluziv për shikuesit e emisionit Med Plus dhe TV Syri. Faleminderit doktor Hektor. Ky është domethënë aparati endoskopik me cilin realizojmë domethënë ekzaminimet endoskopike, gastroskopike dhe kolonoskopike. Në rastin tonë, domethënë te pacienti kërkohet të realizohet një ekzaminim i tubit të sipërm gastrointestinal. Aparati është ndërtuar domethënë kësaj ka tubin i cili futet në domethënë ka kamerën përpara, përmes cilës mund të vizualizohen patologjitë ndryshme në traktin e sipërm në këtë rast, ka burimin e dritës, ka edhe këtë kanalin përmes cilës mundësohet domethënë marrja biopsive, vendosja e klipseve dhe procedurat e tjera terapeutike në kuadër të ekzaminimit endoskopik. Tashti ne po fillojmë, domethënë këtu është tash me burim drite. Pacienti parapakisht ka marrë një thirrje lokal domethënë të pyetjet në mënyrë që ekzaminimi të kryhet në formë sa më të lehtë domethënë për pacientin. Do të përcjellni me monitor. Këtu kemi kaluar, tash kjo është pjesa e ezofagut. Kjo është trupi i lukthit.
shkyrja në torën të një gishtore. Pjesa në trumit duket se është pak e skuqur, domethënë flet për një gastrit. Edhe këtu domethënë ka disa erozione të lehta. Provojmë edhe një herë të futem domethënë pjesën e pjesën e duodenumit. Dhe duodenumi është pak sa i skuqur. Si shpërbrej, domethënë gjithë fluksi është bukur shumë i skuqur. Do të provojmë domethënë të marrim një pamje endoskopike domethënë në inverzion. Domethënë shikohet domethënë prej pjesës poshtme të antrumit në drejtim të kardios, domethënë kjo shërben për vlerësimin e hernjeve hiatale. Njëtën kohë domethënë mund të përbrejnë edhe tumorë të ndryshme të cilat janë me kalimin gastroezofageal, shpeshherë domethënë mund të fshehin domethënë me vizualizim me inverzion domethënë. Këtu nuk brehen shenja për një hernje hiatale, domethënë valvula është e mbyllur komplet, nuk brehen për një pushim. Domethënë këtu ka erosione. Edhe pjesa domethënë e antrumit është bukur shumë e skuqur. Këtu është kalimi gastroezofageal, domethënë këtu bëhet kufini. Domethënë këtë ekranin këtu kemi vizualizim pak më të mirë. Nuk brehen shenja të refluksit. Kjo është pjesa e ezofagut. Gjithmonë duhet aspirohet në fund. Të shmangim mundësitë e aspiracioneve ose mikroaspiracioneve të vogla. Kjo ishte sot këtë ekzaminimit. Domethënë ekzaminimin këtë rast të shkruaj pa anestezion të përgjithshëm, kjo ishte dëshira e pacientit, në qenë se domethënë mund të përballoj shumica e pacientëve domethënë e kanë domosdoshme marrjen e një sedativi të lehtë, në mënyrë që ekzaminimi kryhet me lehtë edhe për mjekun edhe për pacientin. Kemi raste kur ekzaminimi zgjat pak më tepër, domethënë duhet merren biopsitë edhe ose ka gjakderdhje të lehta, në momentin që është pa anestezion, domethënë procedura vështirësohet edhe mjeku domethënë duhet nxitohet që ta realizojë më shpejt domethënë edhe pamja, domethënë evaluimi makroskopik, shpeshherë endoskopik është i vështirësuar. Për këtë arsye domethënë shumicën e rasteve domethënë ne preferojmë që pacienti të merr një sedativ i cili është gjithmonë me veprim të shkurtë. Në momentin që përfundon ekzaminimi, pacienti domethënë do të zgjohet më një herë. Mirë, po në këtë rast domethënë është kjo pak përjashtuese, pacienti megjithatë e përballoi mirë, domethënë dhe ekzaminimi kryhet pa probleme. Doktor, faleminderit për këtë pjesë, unë falenderoj edhe pacientin për vullnetin e mirë që përmes shembullit të tij të dëshmon se nuk është ndonjë ekzaminim aq i vështirë që mund dikur supozon zgjat disa minuta. Patjetër. Po mundaj mirë për përfitimet e rezultateve të cilët mirën mund me qenë, domethënë se edhe nganjëherë dhe përcaktuese për matutje. Shumë e vërtet, doktor rektor. Domethënë ekzaminimet endoskopike, si traktit sipër, si traktit poshtëm, sidomos traktit poshtëm në shumicën e rasteve janë përcaktuese edhe shpeshherë domethënë shpëtojnë jetë në momentin që diagnostikohen me kohë ndryshime të ndryshme në formë të polipeve, domethënë thjesht ju paraprin, të cilat ju paraprin pas të zhvillimit të kancereve të forma të ndryshme. Domethënë thjesht endoskopia sot shpëton jetë edhe siç thatë ju, domethënë është ekzaminim që kryhet shpejt. Trakti i sipër domethënë zakonisht zgjat 5-7 minuta varësisht domethënë prej patologjive. Ekzaminimi i traktit poshtëm zgjat pak më tepër, megjithatë është domosdoshme domethënë të realizohet me qëllim të shmangjes dhe të identifikimit të këtyre patologjive traktit gastrointestinal. Doktor, shumë faleminderit edhe për pacientin, na do të vazhdojmë misionin më tutje. Patjetër. Atëherë të dashur që vazhdojmë pas pak. Med Plus me doktor Hektor Binishi.
për te mjekësisë. Do të thonë, në këtë rastin e pacientit tonë, pacienti nuk ka marrë, do të thonë, substanca anestetike, të cilat, do të thonë, e vënë në gjumë. Ekzaminimi u kry vetëm me një mpirës lokal të fytit dhe në këtë rast, do të thonë, nuk është kurrë probleme që pacienti edhe të shkojë, do të thonë, i vetëm, do të thonë, pa përcjelljen e askujt. Në qoftë se flasim për rastet kur pacienti duhet të marrë, do të thonë, substanca sedative, përkatësisht të vëhet në gjumë, në këtë rast do më thonë është me patjetër që duhet të shoqërohet nga një shoqërues dhe në 24 orët e ardhshme do më thonë nuk lejohet as ngasja automjetit. Do të thonë këto janë rregullat të përcaktuara do më thonë të gjithë pacientët të cilët marrin substanca anestetike, për ndryshe do më thonë në rastin tonë siç e thash do më thonë nuk ishte kjo e nevojshme. Doktor, edhe komoditetin që kjo ordinancë ju ofron pacientëve kemi po që është shumë mirë, jo vetëm teknologjia për cilën juve ju përgëzoj. Deshte që pyes për ndërlikimet e mundshme gjatë procedurës së gastroskopisë. A ka ndonjë ndërlikim cili është ai dhe çka duhet bërë? Ndërlikimet mund të ndodhen, sikurse te çdo ekzaminim siç e cilësuat ju gjysmë invaziv. Megjithatë, do të thonë me ekzaminimet të cilat realizohen me shumë kujdes, do të thonë ne përpiqemi që ato t'i shmangim në maksimum. Prej komplikimeve, ndërlikimeve mund të kemi për shembull rastet kur kemi me divertikuj, do të thonë në pjesën e ezofagut, aty do të thonë nuk duhet të ngatrohemi asnjëherë, nuk bën të shkojmë përpara, do të thonë me endoskop, do të thonë pa mirë lumenin këtë rast të ezofagut, do të thonë sepse mund të ndodhë që divertikulit të pelcas dhe pastaj kërkon një ndërhyrje urgjente kirurgjike. Komplikime tjera mund të jenë edhe gjakderdhje të lehta, do të thonë për shembull pas marrjes së provave bioptike ose do të thonë infeksione të ndryshme, mirë, po këto janë gjithsesi do të thonë shumë të rralla, tepër të rralla në përvojën time, me thënë drejtën, do të thonë sidomos në pjesën e traktin e sipërm gastrointestinal, do të thonë këto nuk më kujton ndonjë rast që ketë ndodhë, do më thënë, do i komplikim me rëndësi. E përmendet përvojën, doktor, a keni dhënë parafërsisht në klinikën apo në spitalin aty ku ju jeni edhe në post shefit ose kryeshefit, parafërsisht sa ekzaminime gastroskopike ndodhin në vjet, parafërsisht? Mesatarisht, do më thonë, baza ditore, tek ne, do më thonë, realizohen diku rreth 15 ekzaminime endoskopike, duke përfshirë këtu gastroskopin dhe kolonoskopin. Përveç kësaj, në spitalin ku punoj unë, do më thonë, të njëjtën hapësirë, realizojmë edhe bronkoskopit, realizojmë edhe ekzaminimet transezofagiale, do më thonë, echokardiografin transezofagiale, do më thonë, janë një mori ekzaminimesh. Mirë po, mesatarisht, do më thonë, sa i përket ekzaminimeve të traktit gastrointestinal, dikun, do më thonë, 15 në baza ditore dhe deri në 15 tash, do të thonë, diku rreth 300 në muj apo pak më shumë. Do të thonë gjithsesi mbi 3000 në vjet. Gjithsesi, po. Meqense, do të thonë, kjo shkalla indikacioneve, do të thonë, dhe kujdesi tash, do të thonë, nuk është, do të thonë, si përpara, sidomos në Evropën perëndimore, do të thonë, e vinë edhe për ekzaminime thjesht, do të thonë, kontrolluesi i ka bërë, do të thonë, 50 vjet dhe ai gjithsesi s'ka kryer asnjëherë ekzaminim endoskopik. Do të nuk vjen vetëm për shkak të dhimbjeve ose për shkak të anemisë, po thjesht do të thonë për kujdes. Për kujdesi, do të thonë prandaj edhe kjo shkolla ekzaminimeve, do të thonë rritet, numri i ekzaminimeve rritet. Qartë. Do të flasim pak, doktor, për endoskopin terapeutike edhe atë diagnostike, e thamë, dhe që tash folëm, po para se me fol për endoskopin apo gastroskopin terapeutike, ne e dim që gjatë zhvillimit kësaj procedure, ndër tjera mund të mirret edhe biopsi, mund të mirret material. Kur ndodhen se cilën ekzaminim, çysh vlerësohet, kur të mirret biopsia dhe edhe sa duhet pritet pavarësisht për rezultat. Gjithmonë varësi prej indikacionit. Domethënë, kemi për shembull raste kur pacienti vjen me brakçitje vazhdueshme kronike dhe në këtë rast do të thonë nevojitet marrja e biopsive prej duodenumit. Do të thonë për të përjashtuar sëmundjen e celiakisë ose sëmundje të tjera, do të thonë cilat janë shkaktar të diareve kronike.
Raste të tjera, nëse kemi dyshime, për shembull pjesën e ezofagut, kemi pjesën e barret ezofagut, që është një gjendje prekanceroze, nuk duhet ta anashkalohet, aty duhet merren shumë biopsi, në gjitha kvadrantet e ezofagut, preferohet të merren deri në 4 biopsi. Ato janë masë e madhe biopsive. Ose dhe pjesë tjera të lukthit, kur, për shembull, edhe pse makroskopikisht ne shpeshherë themi, se bëhet fjalë për një gastrit, gjithmonë vijmë deri te ky konflikti me patologët. Patologët nuk e pranojnë asnjë mënyrë, që ne ta cilësojmë si diagnozë endoskopike, si një gastrit, prandaj në ato raste merret biopsia për të vërtetuar nëse është fjala për një gastrit akut, forma kronike të gastriteve e kështu me radhë. Sa i përket kohës deri te marrja e rezultateve, varierojnë, varësisht se çka kërkohet, zakonisht shkon 3 deri në 7 ditë. Qofse kërkohen ekzaminime shtesë, pastaj ato mund të zgjasen me tutje, përpunohen materialet bioptike. Mirë po, sipas rregullit, zakonisht 3 deri në 7 ditë nevojitet për të marrë rezultatet histopatologjike. Po. Tani të flasim për endoskopinë terapeutike. Na tregoni kur përdoret, në cilat raste janë të suksesshme, do të flasim ende edhe për një patologji apo për një diagnozë që sfokut e na është shumë shpesh, nuk e di si është në Gjermani, na tregoni ju, bëhet fjalë për Helicobacter pylori, i cili është shumë i shpesht, si duket o zhvilluar një farë rezistencë në terapinë tradicionale. Flasim pak më shumë për këto gjëra të cilat me siguri janë me interes për publikun. Endoskopia terapeutike në këtë rast në pjesën e sipërme, ka rëndësi të padiskutueshme. Këtu, për shembull, duke filluar nga lidhja e variceve ezofagiale, janë jetë shpëtuese faktikisht. Te pacientët që vuajnë nga ciroza melqis, si komplikacion sekundar kemi krijimin dhe zhvillimin e variceve ezofagiale, këto varicet lidhen me rrugë endoskopike. Me rrugë endoskopike bëhet ndarja e gjakderdhjeve përmes vendosjeve të klipseve. Doktor, falni në kurse spitalore apo edhe? Jemi duke folur në përgjithësi, për lidhja variceve bëhet në kurse spitalore. Për shkak të rrezikut shumë të lartë, sepse është momentin që gjakderdhin aty jo vetëm kushte spitalore, por kërkojnë edhe kujdes intenziv. Asnjë pacient i cili kalon për këtë fazë, me njëherë duhet të kalojnë kujdes intenziv, i cili për fatkeq, meqense unë do lidhem në temë, tek ne nuk është mirë i organizuar. Nuk mund të trajtohen të gjithë pacientët në reparte periferike. Për këtë arsye, në botën perëndimore, gjithkund çdo repart internistik është i organizuar dhe pjesa e kujdesit intenziv, ku rastet e rënda duhet të monitorohen. Këto jemi duke folur për raste spitalore. Vendosja klipseve dhe ato vendoset kushte, ato mund të kryhen varësisht nga forma. Nëse vjen pacienti, edhe në rast rrethana ambulantore, mund të vendoset, megjithatë edhe këtu janë preferuar që të realizohen në kushte spitalore. Këto janë pak a shumë, kemi edhe procedura tjera, po mos t'i ngarkojmë shikuesit, sepse është një mori, është një gamë shumë e gjerë, endoskopisë terapeutike, e cila ditët e sotit ka aplikim, për shembull jemi edhe te këto strukturat e ezofagut, dilatimet e ezofagut, gjitha këto sot kryen me rrugë endoskopike. Doktor, cilat janë patologjitë më të shpeshta në të cilat ju hasni gjatë gastroskopisë? Patologjitë zakonisht më të shpeshtat janë format e ndryshme të gastriteve, ulqerat japin dhembje, ulqerat e lukthit apo ulqerat duodenale, janë reflukset ezofagiale, të cilat japin edhe ato shqetësime të pacientit, e pastaj patologji, cilat fatkeqësisht kohët e fundit po shënojnë gjithnjë më shumë rritje, janë edhe tumoret gastroezofagiale, në kalimin gastroezofagial, tumoret e lukthit e kështu me radhë, këto për fatkeq kohët e fundit po shënojnë gjithnjë rritje më të madhe.
Pyetët me parë për helikobakterin, tash po ndërlidhem domethënë te format e gastriteve, është e vërtetë domethënë helikobakteri është një bakterie në këtë rast e cila po krijon mjaft probleme. Bakterie relativisht rishtase zbuluar, domethënë përbjekjet e para, nëse kthehemi pak historikun, ndoshta është interesant, domethënë janë diku para 40 viteve. Kanë qenë 2 shkencëtarë australianë, të cilët janë marrë me këtë problematikë. Edhe pastaj domethënë ju është dashë rreth 20 vite t'i bindi njerëz tjerë se helikobakteri, një bakterie është në gjendje të shkaktojë një formë gastriti ose ulqera, sepse atëherë mbizotronte mendimi se ulqerat, thatin lukth ose senzor domethënë shkaktohet kryesisht prej stresit ose edhe prej faktorëve të tjerë iatrogjen. Domethënë është interesant kjo historia e helikobakterit. Domethënë sa që ka detyruar njërin prej tyre që të pi domethënë këtë kulturën me helikobakter dhe ta provokoi tek vetaj një formë të gastriti, edhe pastaj domethënë në vitin 2025 ta kanë marrë dhe çmimin Nobel për mjekësi. Pyetët parës për terapinë me antibiotik, domethënë terapia me antibiotik fillimisht ka qenë një skemë tjetër, kohët e fundit për shkak të rezistencës shumë të lartë, domethënë ka ndryshuar skema e trajtimit. Sot përdor domethënë është ato udhërrefyst aktual, domethënë është terapia me bismuth e kombinuar me metronidazol dhe tetraciklin plus me inhibitor të pompës protonike. Domethënë është treguar domethënë mjaft efikase, diku rreth 95% të infeksionit arrin ta eradikojë. Ndërsa terapia që është përdorur më parë domethënë ka kaluar në rendin e dytë për shkak të rezistencës. Sidomos domethënë vendin ton edhe në Ballkan përgjithësi domethënë shkolla e rezistencës është tepër e lartë ndaj antibiotikëve, prandaj kjo ka bërë që të ndrohet edhe domethënë terapia eradikuese. Doktor, rezistenca krijohet zakonisht ose kur të prohet me antibiotik ose kur nuk jepet antibiotiku sa duhet ose si duhet. Tani janë disa opsione të trajtimit nga kozgjotja, për trajtimit të këtij infeksionit. 7, 10, 14, si mendoni ju cili opcion është më i miri? Si në përgjithësi se si cili njeri është. Opsioni aktual është domethënë ky që e përmenda me terapinë me bismuth. Ky përdor domethënë 10 ditë. Faktikisht ato janë 120 kapsula, domethënë duhet të përdoret 4 herë në ditë nga 3 kapsula, domethënë kjo është dozë standarde aktuale. Nëse flasim për terapi tjera, domethënë alternative, aty domethënë 10 ditë deri në ka mendime të ndryshme, domethënë 10 ditë deri në 2 javë ditë. Megjithatë potencoj që shkalla ose mundësia e eradikimit domethënë me këtë terapinë e vjetër domethënë është gjithmonë është në pikpyetje aktualisht. Është mirë domethënë që të startohet më njëherë me terapinë e cila tashmë është e vërtetuar. Edhe pse për fat të keq domethënë si terapi po kushton pak më shtrejt, megjithatë ka dhe në Gjakov, domethënë kanë disa banatore, është terapi që kushton pak, megjithatë e siguron domethënë mundësinë e eradikimit, suksesi është pak a shumë i garantuar. Janë disa mendime, s'paku të njerëz ndoshta edhe të mjekët, që analiza pasuese pas trajtimit e helikobakterit duhet bëhet jo më përpara se 3 muaj pas përfundimit të terapisë. Pyetja ime e para është se a mendoni që është kjo korrekte, kur duhet bëhet që të vërtetohet se ka ndodhur eradikimi po ose jo, dhe cila është metoda më e mirë për të izoluar ose për të përjashtuar prezencën e infeksionit. Kontrolli domethënë zakonisht bëhet pas disa javëve. Me rëndësi është këtu të mos bëhen gabime domethënë sa i përket metodave që i përmendet. Domethënë kjo testi se ende domethënë bën të shoh domethënë testi me gjak domethënë bën më njëherë prej kombinimit për shkak se e di mekanizmin domethënë momentin që ndodh infeksioni, organizmi krijon antitrupa, këto antitrupa persistojnë për një kohë më të gjatë, edhe në ato raste edhe kur është eradikuar me sukses, testi do të dalë negativ. Prandaj ju bëj thirrje edhe domethënë sepse kjo domethënë është bërë pak a shumë si rutinë, domethënë vinë njerëz të cilët shkojnë në një laborator, bëjnë një test, testi del pozitiv me gjak,
edhe fillojmë prapë me terapinë. Domethënë kjo konsideroj se është gabim. Metodë cilën unë e preferoj, domethënë shumë e saktë, është testi me jashtëqitje. Padyshim janë edhe testet e urazës, bëhen domethënë me frymarrje ose edhe me marrjet e biopsisë. Domethënë marrjet e biopsisë, rezultati domethënë nxjerret pas 24 orëve. Këto janë domethënë testet sigurta, të cilat vërtetojnë ose përjashtojnë infeksionin me Helicobacter. Doktor, faleminderit. Plani për emisionin me jo është që të ndajmë emisionet në 2 pjesë. Do thotë pjesën e parë të flasim për endoskopin, gastroskopin, pjesën e dytë të flasim për kolonoskopin. Kështu që ne tash jemi ka fundi i këtij emisionit, po me qenë se unë gjithmonë rezervoj për në fund pyetjen personale për mysafirët me qenë se kemi edhe emisionin e dytë, atëherë do ta lë për fund. Për këtë pjesën e parë ta quaj, e kam një pyetje lidhur me planet e juaja. Na tregoni për ne, për publikun, ju si do të funksionojnë në kuptimin si klinik, orarin e punës, sa kam kuptu, ju keni disa obligime kontraktuale me vendin e punës atje ku jeni, po kur do të presim në ardhen ta quaj këtë kohën, doktor Ideali. Faleminderit për pyetjen. Unë planifikoj që zyrtarisht domethënë klinikën ta hap me 14 korrik. Edhe domethënë gjatë kësaj kohe, prej kësaj kohe do të jem domethënë shërbim qytetarëve cilët kanë nevojë për shërbime gastroenterologjike. Edhe siç e thatë edhe ju, domethënë për shkak të disa çështjeve kontraktuale, më duhet që kohë pas kohe deri në fund vitit të jem edhe në Gjermani, ndërsa prej fillimit të vitit ardhshëm planifikoj që 100% të jem në dispozicion të pacientëve tonë. Atëherë do thotë na patjetër që do të vijmë me u vizitu këtë radhë pa kamerë. Doktor, faleminderit për pjesën e parë. Nëse keni ndonjë porosim mirë, nëse jo, atëherë ne do të vazhdojmë në pjesën e dytë. Faleminderit shumë, gjithmonë kënaqësi vazhdoj bisedimi me ju. Faleminderit. Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi, për te mjekësisë.